Me rastin e ditës botërore të turizmit, sjellim në vëmendje zhvillimin e turizmit në Shqipëri, një sektor që po një rritje të vazhdueshme, po ashtu që ofron mundësi të shumta për zhvillimin ekonomik kulturor. Flora Gjemani Baba është gazetar dhe këshilltar udhëtimi. Ajo do të ndajë përvojën e saj profesionale dhe ushtrimi mbi potencialin e turizmit shqiptar, sfidat aktuale, po ashtu dhe hapa që duhen ndërmarrë për ta vënë vendin tonë një destinacion gjithnjë e më tërheqës, jo vetëm për gjatë verës, por për gjatë gjithë stineve. E nëse kemi Florën në vazhdim, ju uroj mirëseardhje. Flora, përshëndetje nga Prishtina. Mirëmëngjesi nga Tirana. Mirë se u gjej. Mirë se vini kështu virtualisht në Prishtinë. Si vlerësoni turizmin në Shqipëri gjatë viteve të fundit? E dim që ka qenë një sezon goxha e mirë dhe si vjet, apo jo? Po, sigurisht, le të themi që ecuria e turizmit në Shqipëri e ka pasur trajektoren pozitive në të gjitha vitet e fundit pas pandemisë dhe mendoj se ka pasur disa momente bumi. Për mendimin tim ka qenë në 2023-shin, pastaj 2024 dhe 2025 kanë patur ngërçet e tyre, sepse ndoshta edhe për fat mirë edhe për fat keq turizmi në Shqipëri po zhvillohet përmes një sër sfidash dhe paradoksesh. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ashtu siç kemi, le të themi, zhvillime që nuk priten nga një vend në zhvillim si Shqipëria, që mund të jenë teknologjia e lartë, struktura të reja dhe moderne, të cilat nganjëherë nuk gjenden në vendet paralele fqinje siç janë hotelet e reja ose strukturat e reja që ngrihen çdo vit, por ama nga ana tjetër kemi problematika të cilat kanë të bëjnë me ofertën bazë të turizmit, ose me shtyllat kryesore të cilat duhet të kuptohen ose të merren si të mirëqena, siç mund të jetë transporti publik, ngërçet me energjinë elektrike, ose furnizimi 24 orë me ujë të pijshëm, infrastruktura rrugore, që janë sfide që mendoj se fqinjet me të cilët ne vazhdimisht jemi në konkurrencë për, le të themi, për zhvillimin e ofertës turistike, nuk i kanë këto sfida si ne, por sigurisht kanë sfida të tjera. Kështu që Shqipëria është duke ecur paralelisht përmes një rruge të vështirë, duke pasur parasysh edhe këto sfida të përditshme, por duke synuar që destinacioni të jetë i pëlqyeshëm anë kënd botës, siç ka ndodhur vitet e fundit që kemi pasur turist me kombësi pothuajse nga e gjithë bota. Unë mendoj që mesatarja para rezultati përfundimtar duhet konsideruar pozitiv, sepse numri shumë i lartë i vizitorëve në raport me numrin e popullsisë është ajo që padyshim e konsideron ofertën të suksesshme, edhe performancën e turizmit. Cilat mund të konsiderohen disa nga pikat ndoshta më të forta që Shqipëria i ka e që e bën më të veçantë se sa vendet e tjera në rajon? Unë mendoj që larmia e relievit, gastronomia, mikpritja dhe çmimet që edhe pse kanë luhatje të forta dhe janë kthyer tashmë në problematikën e sezonit, vazhdojnë të jenë konkurruese në raport me çmimet e rajonit, nëse ofertën do ta krahasoj me ekuivalenten e saj. Pra, hotele me 5 yje me hotele me 5 yje, paketat e agjencive me ato të agjencive e kështu me radhë. Domethënë, një paket të turizmit all inclusive në Shqipëri vazhdon të kushtoj më lirë se sa ç'mund kushtoj, fjala vjen, në vendet fqinje të Ballkanit Perëndimor, madje mendoj se edhe me Malin e Zi do të krahasohej, patjetër që është më e lirë ende se sa Kroacia dhe Greqia. Kështu që larmia e relievit, distancat e shkurtra fizike mes destinacioneve dhe pikave kulturore, gastronomia dhe mikpritja janë ende pika të forta të turizmit ton. Pastaj unë do shtoj edhe një pikë tjetër të fortë që nuk e kanë më vendet fqinje, që është kureshtja për të zbuluar një destinacion të ri. Edhe pse vitet e fundit kemi pasur një numër shumë të lartë vizitorësh, kureshtja vazhdon ta karakterizojë turizmin shqiptar si të ishte një destinacion i panjohur. Pra, njerëzit vinë sepse kanë kureshtje
të dinë se çfarë destinacioni është Shqipëria, të cilin nuk e kishin në listë vite më përpara, pra para pak kohësh. Këto tipare do ta mbajnë Shqipërinë edhe për pak kohë në listën e, le të themi, e kuriozve, edhe në listën e atyre që duan të shijojnë pikërisht këto gjëra që përmenda më sipër. Sa ndikojnë mediat e gazetaria në përgjithësi në promovimin e turizmit shqiptar? Flora, tregojmë këtu në programin Mirë Mëngjes Kosovë, nuk ka ditë që spromovojmë një cep në Shqipëri, për shembull, do bukuri që ndoshta janë të pazbuluara deri më tani. Ne vazhdueshëm prezantojmë reportazhe të tilla. E vërtet është, shiko, media ka pasur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në 10 vjeçarin e fundit, jo vetëm në vitet e fundit, por unë kujtoj që kemi më shumë se një dekadë që, për shembull, edhe pse turistët nga Kosova ne i marrim si të mirë qenë, pra ata do vinë patjetër, e kemi kuptuar qysh kur u liberalizuan vizat që jo, në fakt nuk është kështu, ne nuk mund t'i marrim për të mirë qenë, sepse në momentin më të parë që ata kanë alternativë, patjetër që do provojnë diçka tjetër, dhe këtu roli i medias është i rëndësishëm sepse qasja ndaj destinacionit përmes reportazheve, ashtu siç thatë ju, që zbulojnë çdo cep të Shqipërisë dhe jo vetëm thjesht Bregdetin, por edhe destinacione të tjera kulturore, si për shembull qytetet me trashëgimi kulturore UNESCO, Gjirokastra, Berati, Butrinti, parqet arkeologjike, Kruja, që praktikisht është një prej destinacioneve më të vizituara në Shqipëri, por edhe Korça apo Gradeci ose qytetet të tjera, Shkodra gjithashtu, që janë, domethënë, pa llogaritur vetëm Bregdetin, media luan një rol të rëndësishëm sepse sjell vazhdimisht në vëmendje ofertën tonë turistike përmes bukurisë së destinacioneve. Njëjt ka ndodhur edhe me mediat e huaja, duke filluar qysh nga gazetarët ose individët, që sot zakonisht ne i quajmë me termin blogger, por ata nuk janë gjë tjetër veç se udhërrëfyes që përshkruajnë udhëtimet e veta në Shqipëri, dhe kjo formë është një formë shumë tërheqëse që i bën të tjerët kurioz për të provuar të njëjtat përvoja si gazetari ose gazetarja në fjalë, udhëtarët, pra që kanë shkelur Shqipërinë. Kjo ndodh vazhdimisht me mediat në Kosovë, dhe ne sigurisht jemi mirënjohës për këtë gjë, sepse unë mendoj që në raport me të gjitha mediat e tjera botërore, Kosova na ka në zemër, pra nuk ka vetëm detyrën mediatike ose kureshtjen mediatike për ta ofruar Shqipërisë si destinacion, po ka edhe qasjen shpirtërore, domethënë ato që na lidh gjakun. Kështu që besoj se dashuria për ta përshkruar Shqipërinë sa më të bukur me gjithë defektet e saj të shumta, është më e madhe kur na vjen nga Kosova ose trojet shqiptare në Ballkan, se sa na vjen për shembull nga media të tjera, të cilat janë sigurisht miqësore, por më skeptike ose ndoshta edhe më realiste. Domethënë, ato e përshkruajnë realitetin pak më të zhveshur, ndërkohë që Kosova mund ta bëjë këtë me më shumë butësi, me më shumë dashuri, duke na i falur edhe ca defekte që nuk i kemi të vogla. E vërtet. Flora, cilat ndoshta janë zonat e Shqipërisë që ju konsideroni si janë ende të pazbuluara dhe që ndoshta meritojnë pak më tepër vëmendje edhe zbulim nga ana turistëve? Kjo është një pyetje shumë interesante, sepse në fakt duke qenë vazhdimisht të fokusuar tek Bregdeti ose tek qytetet kryesore, ne kemi një, le të themi, një defekt në mënyrën se si i qasemi destinacionet, duke i neglizhuar këto destinacionet e vogla, pra qytetet e vogla që janë shumë interesante dhe që, për shembull, për cilat unë personalisht kam filluar një cikël programesh përmes mediave që drejtojnë dhe të cilat i publikojmë në YouTube, dhe kemi konsideruar të rëndësishme edhe destinacione të cilat nuk janë në top list, pra nuk janë në listën e parë të destinacioneve ose të vendeve për të vizituar as nga Kosova. Ku di unë, do thosha për shembull Elbasani është një qytet që nuk para vizitohet shumë siç mund të ndodhë me qytete të tjera.
Juglindja, pra ne shkojmë në Korçë dhe ndoshta ndalojmë atje, por një segment shumë interesant midis Pogradec, Korçë, Përmet, duke pasur në mes Kolonjën, Leskovikun, Ersekën, që janë qytete shumë interesante, Verilindja e Shqipërisë, gjithë malësitë e Kukësit, të Dibrës, të Mirditës, Puka gjithashtu është një qytet jashtëzakonisht interesant, i vogël, i këndshëm, që ka ruajtur edhe autenticitetin për sa i përket destinacionit si një qytet i vogël malor, me një infrastrukturë urbane interesante, të ruajtur mirë. Do me thënë, ka qytete që nuk vizitohen fare ose vizitohen shumë pak, ndoshta në ditë ose kohë të caktuara kur ka atje ndonjë festë lokale, por ama bëhet gabim që nuk shijohet kjo mikpritje edhe në ditë të zakonshme, kur ti mund të shkosh atje me familjen ose me një grup turistësh. Pastaj, unë mendoj që një destinacion tjetër interesant janë fshatrat e vegjël, ku po zhvillohet një infrastrukturë agroturistike. Pra, ka resorte ose pika agroturistike në Shqipëri që zbulojnë trashëgimin lokale përmes kësaj oferte, duke vizituar fshatra për shembull të Gjirokastrës që janë me një trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme. Do me thonë, janë fshatra 200-300 vjeçar, ndoshta shpeshherë edhe më shumë, që ruajnë infrastrukturë tipike dhe janë vende shumë të bukura për të vizituar, për të ofruar kulturën dhe trashëgimin e të paktën 2-3 shekujve të fundit që ka mbetur ashtu siç ka qenë në këto 2-3 shekuj. Tepelena është gjithashtu një destinacion shumë i bukur, me një qendër të vogël urbane, siç është fjala vjen qyteti i Tepelenës bashkë me Kalan, por që ka destinacione si kanjonet e Nivicës, luginën e Vjosës, e cila po ta marrësh, ta vizitosh, po themi, që nga Tepelena, ku është Drinoja dhe Bënça, dy lumenjt e Tepelenës, ju çon përgjatë gjithë Vjosës midis aksit Tepelen-Përmet. Nuk di tani po t'i numëroj gjitha, shkon shumë gjatë, por mendoj se sa për të ngacmuar, le të themi, kureshtjen e vizitorëve, kaq qytete ose kaq vende mjaftojnë në Shqipëri për të krijuar paketa të reja turistike nga agjencitë që vinë dhe zhvillojnë turizmin në Shqipëri nga Kosova. Dita e sotme që po shënohet si dita e turizmit, Shqipërinë e ka gjetur me një përmirësim goxhat madh ndër vite, apo jo? Po. Megjithatë, ka edhe pak hapësirë në përmirësimin, sidomos të infrastrukturës së çështjeve të tjera. Si mendoni ju, sa do të ndihmonte përmirësimi i infrastrukturës Shqipërinë në plotësimin e standardeve kështu më të larta për turizmin ndërkombëtar? Po, unë besoj që kjo është një pyetje retorike, sepse padyshim që do të ndihmonte shumë, sidomos infrastruktura kapilare, që ndihmon të çojë turist në ato zona që përmenda pak më lart, pra në zonat rurale të Shqipërisë, të cilat për fat keq vazhdojnë të jenë në gjendje, për të mos thënë të mjerueshme, në gjendje kritike shpeshherë, dhe është vërtetuar që aty ku ka shkuar infrastruktura rrugore, pra në fshatra të caktuar që i patëm përfshirë në listën e 100 fshatrave për t'i kthyer në destinacione turistike, fshatra për shembull si Nivica, Nepravishta, qendra të vogla urbane siç e përmenda Erseka, Tamara, që është kryeqendra e Malësisë Madhe, kanë evoluar për mirë, janë zhvilluar aty bërthama turistike dhe kanë çuar vizitorë në këto vende, gjë që ka ndodhur vetëm përmes infrastrukturës rrugore. Pra, aty ku ka shkuar rruga, ka shkuar dhe zhvillimi. Ajo që sjell zhvillimi i rrugës pastaj është një problematik tjetër më vete, që do të thotë nëse ky zhvillim ndodh në mënyrë jo të kontrolluar përmes planeve urbanistike dhe strategjive të mirëfillta, atëherë zhvillimi bëhet kaotik, siç ndodhi për shembull me Thethin ose siç ndodhi me Valbonën, të cilat tani po i rikthehen prishjeve ose shëmbjeve, për të bërë përpjekje për t'i rikthyer në identitet, le të themi kështu, në atë identitetin e tyre të kullave, të Alpeve, të infrastrukturës edhe urbane, po edhe rurale, tipike të zonës. Infrastruktura është padyshim e nevojshme për të zhvilluar një destinacion si Shqipëria,
i cili vazhdon të jetë një vend në zhvillim të vrullshëm. Përmendim këtu akset e rrugëve kryesore, rrugën e Arbrit, aksin Thuman-Kashar, problematikat e mëdha që nxjerr rruga Tiranë-Lezhë-Shkodër, e cila nuk është zhvilluar plotësisht sepse ka nevojë dhe ajo për të kthyer në autostradë, siç është pra segmenti, po themi, Milot-Kukës, që sjell gjithë fluksin e Kosovës. Pa diskutim që infrastruktura është e rëndësishme. Sa të rëndësishme janë edhe iniciativat e qëndrueshme, po ashtu edhe turizmi ekologjik për të ardhmen e vendit? Janë aq të rëndësishme sa unë mendoj që Ministria e Turizmit tashmë u shkëput nga mjedisi, se ishte Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe me formimin e qeverisë re të mandatit Rama 4, Ministria e Mjedisit ka kaluar një ministri më vete, dhe me këtë akt, qeveria ka dashur të thotë që mjedisi do t'i kushtohet më shumë rëndësi për ta vendosur përmes një strategjie afatgjatë ku besoj qasja ekologjike dhe zonat e mbrojtura do duhet të trajtohen jo thjesht si destinacione turistike ku mund të ndërtohet, por si zona të mirëfillta me plane zhvillimi të mirë studiuara që ato të shkojnë në harmoni me mjedisin, me qasjen ekologjike dhe me zhvillimin e turizmit në këto zona për të sjellë zhvillim komuniteteve lokale. Të paktën, kështu duam të besojmë ne që e shikojmë turizmin si një mënyrë zhvillimi për komunitetet lokale, po ku të përfitoj i gjithë komuniteti dhe jo vetëm një grusht i caktuar njerëzish që ndërtojnë, fjala vjen, një strukturë turistike në këto zona mjedisore, dhe unë shpresoj shumë që t'jetë vërtet kështu, pra që ndarja e Ministrisë së Mjedisit më vete të ketë ndodhur pikërisht për këto arsye, pra për ta parë mjedisin me më shumë prioritet dhe për ta trajtuar ashtu siç meriton, pra me qasje ekologjike, me kujdes ndaj zhvillimeve të së ardhmes, të ndërtimit dhe të teknologjisë, të cilat janë, le themi, dy rreziqet kryesore të mjedisit sot, dhe jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Ndërkohë, çfarë roli luajnë investimet e sektorit privat edhe publik për rritjen e këtij sektori edhe në të ardhmen? Është thënë shpesh herë që sektori privat është motori kryesor që e ka zhvilluar ekonominë në Shqipëri, madje shpesh herë ai është 4-5 hapa para sektorit publik, edhe në qasje, edhe në zhvillim konkret, pra në hapat që ka ndërmarrë dhe aktualiteti sot në Shqipëri e tregon këtë gjë që ti kupton me njëherë diferencën e madhe mes një mjedisi publik dhe një mjedisi privat, sa po shkon në një destinacion caktuar. Po ta ilustrojmë të me një shembull konkret, në qoftë se ju jeni, besoj të gjithë ju shqiptarët turistët e Kosovës e keni parë që kur futeni brenda mjediseve të një resorti privat, aty gjithçka shkëlqem, është e bukur, e kuruar, moderne, me pajisje komode, me mjediset kuruara bukur, me arkitekturë ose arredim të viteve të fundit, pra çfarë sjell zhvillimi dhe arkitektura ose qasja e sektorit privat në turizëm, ti sot e ke të aplikuar ose të instaluar në resortet shqiptare. Ama, sa dilet jashtë nga dera e resortit, ti shikon një mjedis të pakuruar, shpesh herë me, le të themi, ku mungon totalisht dora e shtetit, me ferra, me mbetje urbane, me kosha që lihen në mëshirë të fatit ose pastrohen rrallë, me rrugë të parregulluara, të papastruara, ose me një, le të themi, me një panoramë urbane, e cila shpesh herë është e trishtuar dhe i ul shumë pikë performancës së turizmit në përgjithësi, gjë që duket shpesh tek lista e gjatë e përshtypjeve në rrjetet sociale ose në internet. Pra, ato që ne zakonisht i quajmë review dhe që hidhen në platformat e përshtypjeve ku turistët, le të themi, hedhin ose derdhin eksperiencat e tyre, në shumicën ndërmuese të këtyre përshtypjeve, mjedisi në Shqipëri lë për të dëshiruar,
për shkak të mos Ke kujdesit që flasim gjithmonë në përgjithësi. Megjithatë po bëhen përpjekje për ta vënë në vijë, kështu që shpresojmë që e ardhmja do jetë më optimiste se kjo që kemi tani. Flora, të faleminderit shumë për to shpjegime që dha për ne dhe për shikuesit. Urime dita turizmit edhe shpresojmë që Shqipëria të shkëlqejë në këtë sektor. Gëzuar ditën e turizmit, e cila është një ditë që na kujton se turizmi në Shqipëri është një sektor shumë i rëndësishëm që ka luajtur një rol jashtëzakonisht të madh në zhvillimin e viteve të fundit të ekonomisë në Shqipëri dhe të shoqërisë, dhe shpresojmë që ne të Shqipërisë t'ju shikojmë ju të Kosovës pak më ndryshe, me qasje pak më të dashur dhe sidomos të mos abuzojmë me çmimet kur vjen sezoni i lartë veror në Bregdet. Ashtu shpresojmë edhe ne. Faleminderit Flora.